Vështërsi në frymëmarrje. Ana e vështronte me sy të trishtuar dhe shpirt të rënduar. E kuptoi se ato qaste ishin të fundit për gjyshin e saj. Frymëmarrjet e tij të vështira i dukeshin si një luftë e heshtur kundër kohës që po i shterronte. Gjoksi i tij ngrihej dhe ulej me mundim, si një barkë e vogël që përpiqet të mbijetojë në dallgët e fundit të një stuhie. Sytë e tij të hapur dhe të mbushur me vuajtje, dukeshin sikur thërrisnin pa fjalë, të pafuqishëm për të fshehur dhimbjen. Mjekët qëndruan pranë trupit të raskapitur të gjyshit, bënin gjithçka mundnin, por dukeshin si hijet e shpresës që ngadalë veniteshin. Ai nuk kishte më forcë për të mbushur mushkit me ajër. Ato ishin bërë një portë e ngushtë që s'lejonte më frymë të lirë. Ana u afrua ngadalë me duar që i dridheshin dhe një zemër të shpuar nga dhimbja. Kaploi dorën e tharë e të zverdhur të gjyshit me të dyja duart e saj, duke ndier brishtësinë e një jete që po largohej. Pastaj, me butësi filloi t'i ledhatonte ballin e ftohtë, sikur donte t'i jepte qetësi. Lotët e saj pikonin si pika shiu në një ditë të zymt dimri, duke u përzier me të ftohtin e pashmangshëm të lamtumirës. Ndërsa shikonte frymarrjet e tij të fundit, mendja e saj u kthye te vetë frymëmarrja. Ajo dhuratë e zakonshme që kurrë nuk e kishte vlerësuar. Sa shpesh marrim frymë, thithim dhe nxjerrim ajër, pa e kuptuar sa e çmuar është kjo gjë, derisa bëhet e pamundur, mendoi ajo, ndërsa pa vedije injoronte frymëmarrjet e veta që ende vazhdonte pa mundim. O Zot, sa i mëshirshëm dhe i kujdesshëm je me ne, njerëzit, po shpëriti Ana me një lutje të heshtur në zemër, ndërsa gjyshi i saj lëshoi frymëmarrjen e fundit, duke ia lënë shpirtin qetësisë së amshuar.